Ish banorja e Big Brother VIP Albania, Sara Gjordeni, ka bërë një njoftim të papritur në rrjetet sociale, duke ju drejtuar ndjekësve me një mesazh ku tregon se do të jetë më pak aktive për një periudhë. Ky vendim i papritur ka shkaktuar reagime të ndryshme mes ndjekësve të saj, të cilët janë të shqetësuar për shëndetin e saj emocional. Sara ka ndarë se kjo është një kohë e nevojshme për të reflektuar mbi jetën e saj dhe për të gjetur paqen e brendshme. Ajo ka theksuar se ndonjëherë, për të arritur qetësinë, është e nevojshme të largohemi nga zhurma e jashtme. Natyra njerëzore është e tillë që paqja gjen vetëm tek qetësia, ka shkruar ajo. Duke shprehur nevojën për të gjetur një ekuilibër të ri, Sara ka bërë të ditur se kjo periudhë do të jetë e rrallë për të dhe se do të postojë më pak derisa të gjejë sërish arsyen dhe rrugën e duhur drejt gjërave që do të dojë t'i takojë. Kjo është një hap i guximshëm në një botë ku presioni për të qenë gjithmonë i pranishëm është i madh. Ajo gjithashtu ka njoftuar se nuk do të japë intervista dhe nuk do të përgjigjet pyetjeve gjatë kësaj periudhe. Kërkesa e saj për mirëkuptim nga ndjekësit tregon se ajo është e vetëdijshme për ndikimin që ka në jetët e tyre dhe dëshiron të ruajë një lidhje të shëndetshme me ta. Ky vendim i papritur ka bërë shumë fansat e mendojnë se ndoshta Sara dhe Bardhi po kalojnë ndonjë krize martësore. Ky largim i përkohshëm nga rrjetet sociale tregon se Sara po i jep prioritet shëndetit emocional dhe reflektimit personal. Në një kohë kur shumë individ përballen me stresin e jetës moderne, vendimi i saj mund të shërbejë si një shembull për të tjerët që ndjejnë nevojën për të bërë një hap prapa. Reflektimi dhe qetësia janë thelbësore për të ruajtur një mendje të shëndosh, dhe Sara duket se e ka kuptuar këtë. Ajo po e shfrytëzon këtë periudhë për të rishikuar prioritetet e saj dhe për të gjetur një rrugë të re përpara. Me këtë vendim, ajo na kujton se është në rregull të ndalemi dhe të mendojmë.